Deputeti shqiptar në Zvicër, Korab Rashiti, në një reagim dhënë për Bota Sot, ka ngritur alarmin për atë që e quan plaçkitje të legalizuar të qytetarëve dhe morgatës përmes sistemit aktual të taksimit të veturave në Kosovë, duke kërkuar ndryshimin urgjent ligjor. Në një reagim publik drejtuar deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe Ministrisë së Financave, Rashiti thekson se Kosova, ndonse një nga vendet më të varfëra në Europë, aplikon taksa për vetura që, sipas tij, janë të krahasueshme me shtetet më të pasura të kontinentit. Për një shoqëri ku paga mesatare mezi kalon 500 euro, importi një veture të sigurt nuk është më një transakcion normal tregtar, por një ndëshkim nga shteti, shpreh Rashiti. Sipas tij, morgata e cila mban gjallë ekonominë e vendit po përballet me barriera fiskale të pajustifikueshme sa herë që tenton të importoj vetura të përdorura. Shteti merr deri në 45% të vlerës së veturës. Rashiti sjell si shembull konkret një Mercedes-Benz GLC dizel viti 2016 me motor 2.1 litra dhe vlerë doganore 22.000 euro. Ai thotë se për ta zhdoganuar këtë veturë, qytetari duhet paguaj gati 10.000 euro taksa. Si mund të arsyetohet që shteti të marrë rreth 45% të vlerës së një malli të konsumit të gjerë? Pyet ai, duke shtuar se në asnjë vend tjetër evropian, qytetari nuk detyrohet të paguajë rreth 20 muaj vetëm për të paguar taksat e një veture të përdorur. Akuzë për taks kaskad dhe shkelje të drejtësisë fiskale. Deputeti shqiptar në Zvicër kritikon ashpër mekanizmin e llogaritjes së TVSH, duke u ndalur teneni 26 i ligjit numër 05/037 për TVSH, i cili parashikon që TVSH-ja të llogaritet mbi totalin e vlerës, përfshirë doganën dhe akcizën. Në praktik, kjo do të thotë që qytetari paguan TVSH edhe mbi paratë që tashmë ja ka paguar shtetit. Kjo është taks mbi taks dhe nuk ka asnjë justifikim ekonomik, vlerëson Rashiti. Ai sqaron se në rastin konkret, përveç doganës prej rreth 2.200 eurosh dhe akcizës prej 2.600 eurosh, qytetari paguan edhe rreth 864 euro TVSH shtesë të llogaritura mbi këto taksa. Pragu i 2.000 kubikëve është arkaik. Rashiti e quan të vjetruar edhe politikën e akcizës që penalizon veturat mbi 2.000 kubik, duke theksuar se motorët 2.2 litra dizel nuk përbëjnë luks. Një veturë 2.2 litra nuk është jahtë. Është mjet i domosdoshëm për familjet kosovare, sidomos për kushtet e rrugëve tona, thot ai, duke paralajmëruar se kjo politikë po i shtyn qytetarët drejt veturave më pak të sigurta. Thirrje për reformë urgjente. Në përfundim, Rashiti u bën thirrje institucioneve që të mos kërkojnë investime nga diaspora, ndërkohë që sipas tij, ajo plaçkitet në kufi. Nuk mund të flisni për mbështetje të familjeve të varfra duke mbajtur në fuqi një sistem doganor grabitqar, thekson ai. Ai kërkon ndryshim të menjëhershëm ligjor, në veçanti heqje të praktikës së taksës mbi taks, duke insistuar që TVSH-ja të llogaritet vetëm mbi vlerën reale të veturës në përputhje me standardet ndërkombëtare të drejtësisë fiskale.